Lexoj shpesh komente si në profilin tim apo dhe në profilet të tjerëve. Komentin në qoftë se e ke të hapur platformën tënde sociale, qoftë kjo YouTube, TikTok apo Instagram, atëherë priti dhe komentet negative. Bëje të mbyllur akauntin tënd nëse nuk do këto kritikat apo këtë vrerin ta marrësh. Edhe dua të ndaj një mesazh. Ta mbaj dikush profilin e tij të hapur apo të mbyllur, kjo është një zgjedhje personale, sepse pjesa më e madhe që e kanë profilin e hapur e kanë punën të tillë që duhet ta mbajnë profilin të hapur. Por, askush nuk ka asnjë të drejtë të vi, të vjell i vrerë, të nxjerrë mllëfin e ditës, inate që ka me jetën, pakënaqësi që ka me veten, mungesën e dashurisë që ka me veten, t'ia zbrazi dikujt tjetër. Kjo s'është as pak e drejtë. Nuk e di që është shkruar diku tek rregullat e rrjeteve sociale që nëse i ke profilin e hapur, prit të marrësh edhe vrerë me shumicë. Askund nuk është e shkruar kjo. Sepse vreri që villet vazhdimisht në çdo profil të mundshëm ka të bëjë me personin që e vjell atë vrerë, nuk ka të bëjë me personin që publikon apo e ka të hapur profilin. Kështu që punoni më shumë me veten e juaj, punoni më shumë me plagët e juaja, me mungesat që keni brenda vetes tuaj dhe më pak vrerë jashtë. Sepse ai vreri i jashtëm tregon më shumë mbi ju se sa mbi personin që ka një profil të hapur. Është njësoj, nëse unë lë derën në shtëpisë time të hapur për t'u ajrosur, çfarë do thotë kjo? Që ti si kalimtar e merr si ftesë që të vish të vjedhësh diçka nga shtëpia ime, të futesh në shtëpinë time, pa trokitur, pa më pyetur mua. Sepse rrjetet sociale tona janë një shtëpisë digjitale që ne kemi. Që do të thotë, nëse unë nuk e lejoj në shtëpinë time dhunën psikologjike, dhunën verbale, apo mllëfin, vrerin, ofendime, pse u dashka t'i lejoj dhe në rrjetet e mia sociale? Nuk e di çfarë ndodh në trurin tuaj, po diçka nuk është okay.